Kampionati në ligën e parë të futbollit vendor vazhdon nesër me 2 ndeshjet e para të javës së 28 në Kavadar dhe Kratov. Ndeshja hapse e kësaj jave luhet nesër me fillim në ora 13 në Kratov ku përballen Seleksi dhe APO Brera, ndërsa me fillim në ora 15 në Kavadar zhvillohet ndeshja midis Tikveshit dhe Shkëndijës. Skuadra nga Kavadari xhiron e kaluar mposhti Strugën në Strug, andaj ndeshjen me Tikveshin kuqezint e kanë marrë me shumë seriozitet. Futbollisti i Shkëndijës Bane Krstevski shfaqi respekt për kundërshtarin, por potencoi se kuqezin do të vazhdojnë serinë e fitoreve. Нормално дека секој надпревар е друга приказна, да кажем, а секој надпревар треба да сватиме озбилно. Normalisht që çdo ndeshje ka rrëfim tjetër, çdo ndeshje duhet të marrim seriozisht dhe dim se do të jetë ndryshe dhe se nuk është si ndeshjet e mëparshme. E dim që Tikveshi është skuadër cilësore, ndeshjet me ata gjithmonë kanë qenë të hapura, ka pasur futboll, ka pasur gola. Shpresojmë se pikët do t'i marrim ne. Duke marrë parasysh se përballja me Tikveshin mund të jetë edhe vendimtare, Krstevski thotë se sërish do të japin maksimumin që t'i gëzojnë tifozët. Секој дека сакаме да ги зарадуваме повторно. Gjithsesi se dëshirojmë që të gëzohemi sërish me Tikveshin, do të jetë ndeshje e mirë nga ana jonë, do të japim maksimumin dhe jam i sigurt se do të fitojmë nesër, tha Krstevski. 4 ndeshje tjera të javës së 28 zhvillohen të shtunën dhe të dielën. Të shtunën me fillim në ora 13 takohen Shkupi Vardari, ndërsa në ora 15 Pelisteri Makedonia Gjorgje Petrov. Të dielën me fillim në ora 13 takohen Rabotnički Arsimi dhe në ora 15 Bashkimi Struga Trimlum.